Gati 4 vite, Muzeu Arkeologjik i Durrësit, më i madhi në Shqipëri, qëndroi i mbyllur për shkak të restaurimit. Projekti, pjesë e programit EU for Culture, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga UNOPS, premtonte më shumë se rikonstruksionin e godinës së dëmtuar nga tërmeti i vitit 2019. Ai synonte ta kthente muzeun në një hapësirë bashkohore me ekspozita moderne, teknologji digjitale dhe kushte më të mira për vizitorët dhe studiuesit. Por, kur dyer turi hapën, një pjesë e këtij premtimi mungonte. Nga monitorimi 4 vjeçar dhe investigimi i anforës, rezulton se projekti përfundoi kryesisht si një ndërhyrje ndërtimore, ndërsa shumë prej risive të prezantuara në fillim nuk u realizuan. Një nga premtimet kryesore ishte digitalizimi i muzeut. Renderat e projektit paraqisnin pavione interaktive, ekrane LED, projeksione 3D, audio guida dhe një pavion të dedikuar për arkeologjinë nënujore. Sot, vizitorët nuk i gjejnë këto elemente. Pavioni i arkeologjisë nënujore nuk u realizua sipas konceptit fillestar. Audio guida dhe interpretimi digital mungojnë. Vetë UNOPS pranon se ato ishin pjesë e projektit fillestar. Premtimi tjetër ishte një koncept i ri muzealizimi. Projekti premtonte një mënyrë të re për të rrëfyer historinë e Durrësit, por nga krahasimi i projektit me atë që u realizua në teren, anfora konstatoi se shumë prej pavioneve mbeten thuajse të pandryshuara. Në vend të një eksperience të re muzeale, vizitorët gjejnë pak ndryshime nga muzeu i dikushëm dhe në disa raste mungojnë informacionet që do t'i ndihmonin të kuptonin rëndësinë e objekteve të ekspozuara. Një nga rastet më domethënëse është ai i bustit funeral i lirë, i njohur prej dekadash si Kleitja. Pas restaurimit, ai u prezantua me emrin Aristomena. Megjithse emri Kleitja është i kthendur në vetë monumentin dhe njihet si i tillë në studimet shkencore. Edhe Artemisioni i Dyrahut, një nga zbulimet më të rëndësishme arkeologjike të qytetit, shoqërohet me përshkrime të varfra që nuk arrin të shpjegojnë rëndësinë historike të objekteve të ekspozuara. Projekti premtonte gjithashtu laborator konservimi dhe ambiente teknike për restaurimin e mira artefakteve. Sot këto hapësira ekzistojnë, por pa pajisjet që i bëjnë funksionale. UNOPS pranon se furnizimi me aparaturat e nevojshme nuk ishte pjesë e projektit. Një tjetër premtim ishte që muzeu të krijonte burime të reja të ardhurash. Përveç librarisë dhe dyqanit të suvenireve, projekti parashikonte edhe një bar kafe në katin e sipër, të aksesueshëm edhe për qytetarët që nuk vizitonin muzeun. Ideja ishte që kjo hapësirë të sillte të ardhur shtesë dhe ta kthente muzeun në një qendër më aktive për komunitetin. Por, gjatë monitorimit të anforës, kjo hapësirë rezultoi ende bosh dhe pa funksion. Mbetet e paqartë se si do të administrohet dhe kur do të vihet realisht në shërbim të muzeut, dhe pse ishte një nga elementët që do të mbështeste vetë qëndrueshmërinë financiare të tij. Por, historia e këtij restaurimi nuk përfundon tek ajo që shohin vizitorët. Ajo vazhdon pas dyerve të ekspozitës. Pas godinës së muzeut ruhen mira objekte arkeologjike dhe zhvillohet puna kërkimore e arkeologëve të Institutit të Arkeologjisë. Edhe këtu, projekti premtonte një zgjidhje. Por, sipas Institutit të Arkeologjisë, edhe pas përfundimit të restaurimit, një pjesë e rëndësishme e fondit arkeologjik vazhdon të ruhet në 6 kontenjer metalik, ndërsa arkeologët nuk kanë më hapësira që diku shërbenin për dokumentimin, studimin dhe përpunimin e materialeve arkeologjike.
instituti kishte kërkuar krijimin e ambienteve të reja për punë shkencore dhe ruajtjen afatgjat të objekteve. Këto kërkesa nuk u përfshin në projektin përfundimtar. Gjatë monitorimit të restaurimit, Amfora dokumentoi dhe dëmtimin e mobiljeve të përdorura nga arkeologët, të cilat u lanë jashtë dhe u degraduan nga kushtet atmosferike. Po ashtu u dëmtua edhe atelieja antike e Qelçit, ndërsa mënyra e transportimit dhe depozitimit të një pjese të objekteve arkeologjike ngriti pikpyetje mbi sigurinë e tyre gjatë punimeve. Asafatet e projektit nuk u respektuan. Punimet nisën në shtator të vitit 2022 dhe parashikohej të përfundonin brenda 17 muajve. Në vend të kësaj, muzeu u rihap pas më shumë se 3 vitesh. UNOPS ja atribuoi vonesat problemeve me regjistrimin e pronës, por dokumentet e siguruara nga Amfora tregojnë se procesi i regjistrimit kishte përfunduar shumë kohë përpara inaugurimit të muzeut, duke ngritur pikpyetje nëse kjo ishte arsyeja reale e shtyrjes së afateve. Në përgjigjet zyrtare, UNOPS thekson se projekti është zbatuar sipas standardeve të organizatës dhe se përfituesi i tij ishte Ministria Përgjegjëse për Kulturën. Organizata argumenton gjithashtu se pajisja e laboratorëve, shërbimet digjitale dhe hapësirat për Institutin e Arkeologjisë nuk ishin pjesë e objektit të financimit dhe mund të realizohen në projekte të ardhshme. Pas një investimi prej 3.8 milion eurosh, Muzeu Arkeologjik i Durrësit është rikthyer për vizitorët. Godina është restauruar, por investigimi i Amforës tregon se transformimi i premtuar i muzeut mbetet ende i papërfunduar.